Në pjesën e parë të këtij video komenti analizuam gjasimin dhe ndryshimin e hyrjes së poemës me hyrjen klasike homerike. Në këtë pjesë të dytë do të komentojmë ndjenjat që ndërthuren tek personazhi kryesor Milosavlja për t'i krijuar atij euforinë e gëzimit të jetës. Vargjet që vijojnë japin që të gjitha stinë e pranverës, duke e paraqitur atë njëkohësisht të bukur me ngjyra dhe të gëzueshme. U pataksa, u ngrita për një herë, u hodha i çuditur e ruajta jashtë, pash vështrova jashtë. Rusht pa kaguri dhe ende të pabëra dhe utoni kishin hije. Rushti duken të bukur e zbukuronin dhe uton, vendlindjen. Milosavlja kthehet nga jashtë siç e marri vesh ca vargje, më poshtë prandaj dhe thekson dheut ton, atë dheut vendlindjes. Është fjalori atij që kthehet në vendlindje nga jashtë pas një kohe të gjatë. Lule liu të hapura, një tund era i përzien, natën i null qeshin. Një harmoni e përsosur idilike me erën, që kur fryn dhe i tund but lulet e hapura të liut, natë lëkundje të ëmbël, natën i null, ato duket sikur qeshin. Dhe siç duken lulet, siç qeshin ato, duket qesh edhe qielli, si ato lule qielli. E vjen re këtu mungesën e foljes, elipsën, një nga mjetet që Derrida e përdor shpesh për ta bërë gjuhën e tij lakonike. Siç thash, këtë panoramë të mrekullueshme të natyrës, Derrida e përcjell përmes ngjyrave, rusht pa kaguridhe, të pabër, jeshile, bluja e luleve të liut, e kaltra e qiellit dhe camposhta e verdha e grurit, e përcjell të gëzuar me lulet që qeshin dhe qiellin gjithaq të qeshur dhe e përcjell të bukur, me rusht që zbukuronin dheun dhe lulet e hapura, nën kuptohet të bukura. Natyra është e tillë e bukur e gëzueshme dhe plot ngjyra sepse është në fillim të saj në pranverë kur gjithçka është e re. Ardhja e pranverës perceptohet përgjithsisht si rilindje në ciklin e stinëve. Dhe është e tillë sepse Milosavlja vetë është në fillimet e jetës të tij, është i ri duke hyrë në jetë me forcën dhe gëzimin e të riut për të cilin gjithçka është e bukur me ngjyra. Domethënë ç'lidhje ka njëra me tjetrën, natyra me rinin e Milosavljës. Derrida, si çdo romantik që respekton veten, situatat dhe emocionet njerëzore i paralelizon me situatat e natyrës. Pranvera në natyrë ilustron dhe shkon në paralelizëm të përsosur me rinin e Milosavljës, bukuria dhe ngjyrat e saj me bukurinë e rinisë dhe ngjyrat e ndezura rinore. Në këngën e fundit, për shembull, kur Milosavlja të jetë duke vdekur, edhe natyra do të jetë në stinën e fundit të ciklit të saj në dimër. Ti vështroje dhe skujtoje asnjë mbëhi, asnjë breng njerëzish, i drejtohet Derrida Milosavljës të ri. Sepse rinis nuk i ngjit asnjë hall apo trishtimi kësaj bote, në entuziazmin e moshës, i riu e sheh gjithçka të bukur dhe perfekte. Është në fazën që fluturon hahet, madje edhe punët e vështira të bujqësisë i sheh në një këndvështrim idilik roz. Kallëzoret në përduaj po këndonin. Kallëzoret, ato që mbledhin kallëzat pasi i shkorrur gruri dhe është vënë në duaj, e bëjnë punën e tyre duke kënduar. Pra siç thash që në fillim, kënga krijon një atmosferë euforike gëzimi. Gëzimi i cili ka shkak pamjet e bukura dhe plot ngjyra të natyrës jashtë, njerëzit që jetojnë dhe punojnë të lumtur duke kënduar dhe entuziazmin e të qenit i ri në lulet të moshës. Këtyre ju shtohet edhe një tjetër, gëzimi i kthimit në vendlindje, në gjirin e familjes. Dheut huaja herë ndërtim e motra kisha arritur. Milosavlja kthehet nga Selaniku ku kishte shkuar për studime. Haren që sundon në shtëpi nga kthimi i djalit. Derrida lakonike jep vetëm me një detaj, të mrekullueshëm ama, nënën që duke u vërtitur e duke bërë punë nëpër shtëpi, nuk ngopet së përmendur ore ças emrin e tij. Mama ime, emrin tim thosh në përshpi. Gjithë kjo atmosferë euforike gëzimi futet në shpirt Milosavljën, e bën atë të ndihet i hareshëm dhe të thotë në 5 vargjet e fundit, një hare më rodhi kurmit trupit, si hareja kur të shtrati, mbrëmanet, vajza e ngrohtë të ndihen për të parë zënsisët që mi fryken. Pra hareja që ai ndjen është e njëjta, më saktë së njëjtës natyrë, me haren që ndjen vajza e mitur kur kupton për herë të parë feminitetin e saj tek gjoksi që i rritet, pra që është bërë femër. Janë ndryshime delikate të brishta që përcillen si të tilla me përkëdheli për të parëzën, që ndodhin në intimitet, mbrëmanet tek shtrati. Pak më sipër në paralelen natyrore, rushti ishin të papjekur agurithe. Po ashtu ishte edhe vajza e papjekur dhe për herë të parë ndjen që po piqet, po bëhet e gatshme për të bërë femër, sisët që mi fryhen. E po kësaj natyre është edhe hareja që ndjen Milosavlja të rrihet në përtrup, sepse për herë të parë ndjen që nuk është më fëmijë por djalë i ri duke u futur në jetë. Dhe nuk do të vonoj fare, por që në këngën e dytë do ta shoh si objekt sensual dashurie vajzën që do t'i dalë përpara, rinën. E pra duket e natyrshme që Milosavlja, edhe Derrida bashkë me të, ta shoh gëzimin e jetës te vajza që për herë të parë ndjen se si bëhet femër. Mos harrojmë që kur e shkroi këtë poem Derrida ishte 20 vjeç, po aty është edhe Milosavlja dhe është më se normale që i riu në atë moshë ta shoh gëzimin e jetës te vajza që po bëhet femër, pra të ketë fokusuar vëmendjen tek gjinia tjetër. Në përfundim të këtij video komenti, besoj se u bindëm që kënga e parë është një parapërgatitje për të futur në poem. Fillimisht një hyrje tipike poemash me përmendjen e muzës të frymëzimit, por siç e pam në një mënyrë krejtësisht origjinale dhe veçantë, dhe pastaj gëzimi i shpirtit djaloshar që është i jetur për të futur në jetë dhe për ta jetuar të ardhmen e cila i hapet përpara gjithë premtimeve.
Mos harroni të shihni edhe komentet e këngëve të tjera në YouTube për të krijuar një ide më të plotë dhe për të kapur sadopak madhështinë e kësaj poeme, që është jo vetëm vepër e rëndësishme e rilindjes kombëtare, po edhe gur kilometrik për gjithë letërsinë tonë. Pastaj ushtrohuni me materiale ndihmëse, kuize, diskutimet, shtjellimin e pyetjeve të tekstit mësimor, të cilat do të gjeni të gjitha ato organizuara në faqen klasaletërsi.com.